Partia Socialiste refuzoi kërkesën e SPAK ndaj kuvendit për arrestimin e Belinda Ballukut. Nga pikpamja juridike, cilat janë kushtet që duhet të plotësohen që prokuroria të kërkojë një masë arresti? Neni 288 i Kodit Procedurës Penale dhe neni 289 i Kodit Procedurës Penale parashikojnë procedurat se si prokuroria kërkon masën e autorizim në kuvend për të hequr imunitetin. Dhe konkretisht kërkohet autorizim për masë arrest në shtëpi ose arrest në burg dhe kërkohet gjithashtu leje për të bërë kontrollin personal ose të vendeve të caktuara që lidhen me person. Pra është vullneti i kuvendit i cili vendos të japë imunitetin apo jo. Tani, për sa i përket anës politike dhe anës anët të tjera debateve se si është proceduar në rastet të tjera, kjo është gjë tjetër. Por nga pikpamja juridike, kuptimin neni 288, ky nen parashikon në mënyrë të posaçme që kërkesa mund të rrëzohet. Por nga ana tjetër, domethënë e i lindet drejta prokurorisë ku ka dhëna të tjera shtesë, ose ka akuzë tjetër, të kërkojë përsëri heqjen e imunitetit. Por kjo është kompetencë e kuvendit. Kemi bërë një kompetencë të kuvendit e cili e ka ushtruar. Ajo do ushtrohet ditë tjetër, domethënë jo sot, por grupi parlamentar i Partisë Socialiste mbajt një raport duke ngritur të shkaqet për kaq. Kjo është domethënë nga pikpamja juridike. Pikpamja politike e diskutojnë politikarët nëse është e drejtë apo ose i përket debatit politik, por juridikisht kuvendi ka drejtë, ka vota, është organi i vërtetshëm. Nëse do ja japë një mandat, një antar të tij apo qoftë majorat. Si shihni kërkesën për pezullim ndaj Ballukut në raport me nivelin e akuzave që rëndojnë mbi të, dhe si u duken kështu lëvizjet e prokurorisë së posaçme? A ka rrugë të tjera që mund të ndërmarrë SPAK për vijimin e hetimeve? Mendimi personal është që masat e sigurimit nuk kanë lidhje, domethënë me hetimin. Hetimi do vazhdojë. Është çmuar kjo masë sigurimi për shkak të funksionit të zonës Ballukut, dëmton provat. Zonja Ballukut nuk është të detyrë, kështu që në këto kushte mendoj që nuk ka vend për diskutim. Pra është zëvendësuar në këtë vend që ka, është caktuar edhe në thelb pezullim ka rënë. Pra nuk ka më pezullim. U çmua në fillim lidhje me provat, pra u morë pa nderur fillimisht, por pas u caktua masa sigurimi pezullim nga detyra. Kjo masë ka qenë bazuar kundër procedurës penale dhe kushtetuar. Fakti që u zë kërkesa kriminalizimit gjykatë kushtetuese çështja që u zgjidh për shkak ligjit tregon që SPAK ka qenë rregull. Nuk është faji SPAK që ja bërë këto ligje të topta, duke përfshirë nenin 242 të Kodit Procedurës Penale, por është faji politikës i cili sidomos i atyre personave që janë marrë me reformën e drejtësisë, të cilët kanë bërë ligje shumë të dobta. Jo vetëm të, por ka dhe shumë ligje të tjera që janë bërë të dobta dhe kanë sjellë pasojë shumë të rënda popullit shqiptar. Duhet kemi parasysh edhe vonesat sot në gjyqje në sistemin gjyqësor, largimin e profesionizmit në mënyrë të padrejtë është faji ligje të gabuara. Tani këto ligje të gabuara duke përfshirë dhe ligjin për gjykatën kushtetuese, i cili në rastin konkret, në rastin e zonës Balluku, u zgjidh çështja mbas ligjit, jo nuk u zgjidh çështja në themelë, tregon për një politikë ose më saktë për një program legjislativ shumë të dobët nga ana e personave që marrin me të drejtën kushtetuese dhe nuk e njohin drejtën kushtetuese. Gjykata kushtetuese duhet të jetë me një vendim. Këto kushte, duke qenë se çështja se kërkesa është gëzuar, atëherë SPAK ka drejtë për bërë pezullim. Jo vetëm ti gjykatare, por edhe të gjykatarë të tjerë që barazohen në zonën Balluku. Çfarë mund të themi sa i takon rrezikut për prishjen e provave? I referojmë këtu edhe raportit të SPAK për intimidimin e dëshmitarëve. Pse nuk u mor parasysh nga kuvendi? Tani kuvendi me sa pashun në relacion, domethënë, nuk u bindën kuptimin që një nga antarët e diskutante, se bën shumë diskutime duke përfshirë edhe kryeministin, kanë folur dy gra telefon, pra nuk është vetë zonja Balluku që i ka cënuar provat. Nga ana tjetër është çmuar që kjo është larguar nga kjo detyrë, përveç se ishte pezulluar, është larguar nga kjo detyrë. Duhet kemi parasysh që është vetëm neni 258, nuk është asnjë tjetër të kuvendit, dhe dosë të mos e jap
autorizimi për arrestim. Por ndërkohë, kjo zot thotë, çështja penale është pushuar, çështja penale do vazhdojë. Siç edhe sova në fillim ka qenë vetë ligjet e gabuara që i ka votuar dhe vetë zonja Ballu, që kanë lënë dyshime, që kanë lënë shtigje, kanë lënë gjëra të tjera që arritën deri te pikë. Sepse po të ishte ashtu, nuk shkishte në lidhje çështjet në lidhje me imunitetin, si në rastin e zotit Berisha, sa në rastin e zonjës Ballu, çështjet e diskutueshme s'kishte pse të shkonin gjykatë kushtetuese. Kështu që prokuroria, duke qenë se zonja Ballu de jure nuk është më në pozicion pune për cilën është kërkuar pezullimi, pavarësisht se pezullimi është me afat 3 mujor, të kështu është përcaktuar në fund të procedurës penale, pra ajo nuk është më në detyrë. Nuk është më në detyrë për cilën u pretendua që qenë e kësaj në të pozicion në të tonë marrën e kohë. Një kuvetin shkoj që duke pas parasysh tonë tana, mos jap autorizimi për masa ekstreme. Personalisht, në unë nuk jam për masa ekstreme, duke pas parasysh politikën ndërkombëtare, si dhe masa sigurimi që masa sigurimi të arrest në burg është kur çdo masë tjetër që pa përshtatshme për shkak të rishmërisë të veprës dhe të autorit të saj, por kjo duhet jo vetëm për zonën Ballu, por organi legjislativ duhet marrë ndërhyrje legjislative dhe për qytetarët e thjeshtë, të cilët sot për hir të vërtetës shumë qytetarë shqiptar janë në burg për vepra penale ordinere ose për saktë për ligje shumë dobta, si ligji për narkotikët, për mbajtjen e një arme të vjetër, ose raste të saj natyre banale, jo vetëm për zonën Ballu, por duhet të ndërhyjet, sepse siç e tha dhe vetë kryeministri i Shqipërisë, në Këshillin e Evropës, Shqipëria ka një imazh negativ për aplicimin e arrestit burgës ose arrestit shtëpi. Por arresti burg kryesisht është mas më ekstreme, se arresti shtëpisë është mas tjetër. Kështu që, domethënë, siç u përdor për zonën Ballu ky standard, duhet që të bëhen ndërhyrje legjislative dhe për sa i përket qytetarëve të Shqipërisë, të cilët sot po dërgjen burgjeve për vepra penale ordinere. Nga eksperienca juaj, cili është precedenti që do të vendosë mazhoranca në raport me drejtësinë, me çështjen e Ballukut? Për mendimin tim nuk ka asnjë lloj precedenti, drejtësia do bëjë punën e saj, ndjekja penale do bëjë punën e saj, organet kushtetuese që në rastin konkret të SPAM, pas 75A Kodit Procedurës Penale ka jurisdiksion për të shqyrtuar këtë rast, që mendoj që puna do vazhdojë. Retorika politike është gjë tjetër. Retorikë politike ka pasur në 30 vjet, të gjithë kryeministët e Shqipërisë duke filluar, që nga ish kryeministri Sali Berisha, Fatros Nano, Djes Pase, Andruari, kanë thënë ndaj sistemit gjyqësor, kanë pasur retorikë politike. Sistemi gjyqësor, prokuroria e posaçme duhet të bëjë detyrat e saj. Pra paraqisi prova dhe mendoj që ka shumë provë do të paraqisi. Dhe hetimet që po bëjnë, nuk është të thënë që për gjitha periudhat që po hetohet, këtë fajësia personat të dyshuar do verifikohet. Aty kur s'ka aty kur s'ka element figurës veprës penale, nuk kërkohet edhe pushimi, por çështja është në hetim. Pra është në hetim para pak, po bëhen veprimet procedurale, po merren prova, është shkruar në ndërtimin tim një grup hetimor dhe kjo çështje e zonës Ballu po hetohet me prioritet. Zoti Karandxha, prokuroria e posaçme ka patur një kundërpërgjigje ndaj qeverisë. Kemi të bëjmë thjesht me presion politik apo duhen parë si akuza për pengim të drejtësisë? Prokuroria e posaçme unë kam ndjek me vëmendje dhe deklarimet e dy prokurorëve të çështës dhe drejtuesit të prokurorisë. Ata kanë paraqitur prova dhe nuk kanë parë ndonjë kundërsulm. Mund të quhet kundërsulm nga politika, po plus ka ai ka paraqitur prova, kemi menuar fillimisht pezullim, është rënduar akuza, por kërkojmë të mas tjetër sigurimi. Kuvendi jep se jep për kuvendi, por në detyrimin e paraqitur prova për sa i përket rastit të zonës Ballu. Prokuroria ka çmuar shumë, dhe është kompetencë e kuvendit se është diskutuar, jo e jep, jo se jep, jo domethënë kemi një praktikë gjykatës kushtetuese që vetëm kur ka ndikim politik nuk jepet, por kjo është kompetencë e kuvendit. Kuvendi është organi pavarur, që marrë këtë qëndrim. Nëse mund të ketë pretendime që jepet apo jo, mund të ndetohen gjykatës kushtetuese. Por mendimi im është që nuk shoh në një shkelje kompetencesh në rastin konkret. Kuvendi është kompetencë e kuvendit dhe ashtu.
është përcaktuar në mënyrë të posaçme se si procedohet në rast se zonë kërkesa e prokurisë posaçme për heqjen e imunitetit për ato për pjesën e veprimit procedurale që kërkojnë autorizimin e tyre. Zoti Karanja, ndërsa presim dosjen e Ballukut, një ditë më parë u mbajt seanca e parë e gjyqit për kryebashkiakun Erion Veliaj, një vit pas arrestimit të tij. Në këtë një vit pritje, çfarë mund të themi? Kemi një vendim gjykatës kushtetuese thotë që shkarkimi i tij është i palishëm. Kemi një shkelje procedurale sepse kryetari i bashkisë nuk po e ushtron funksionin e tij, duhet të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është zbatuar. Duhet të ishte ndryshuar rregullore e burgjeve për raste të tilla, që të krijojë mundësia, pavarësisht në gjendje të paraburgosur, kryeministri të kishte mundësi të shprehte në momentin, kryetari i bashkisë, kryetari i bashkisë të kushtonte kompetencët e tij. Mendoj që kjo do provojë nesër në gjykatat evropiane të drejtave të njeriut një shkelje të drejtave të tij. Në fund me këtë shkelje e drejtës punës, shkeljen e ligjit për pavarësinë e pushtetit vendor, pra janë shumë nesër të përballen në gjykatat ndërkombëtare. Mendoj që këtë fazë duhet ishte mbar masat që të ishte zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese. Pra vendimi i gjykatës kushtetuese është lënë në arrest, qoftë nga burgjet, Velia duhet të kishte mundësi të leje qoftë nga burgu të afrohet në një mënyrë paraburgimi këtu në Tiranë, që të krijojë mundësia që ushtrohet e tyre e kryetarit të bashkisë. Duke qenë se nuk është ushtruar të tyre dhe shkelur vendimi i gjykatës kushtetuese, kemi të bëjmë një normë antikushtetuese. Çfarë mendimi keni për nismën më të fundit të kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi për ndryshuar praktikën mbi masat e sigurimit personal? Lidhur me këtë nismë, Gazmend Bardhi deklaroi se gjykata e lartë po kryen punë kushtetues për të minuar punën e SPAK. Unë mendoj që do ishte punë kushtetues për të minuar ato punën e SPAK-ut. Në rast se ne shfuqizojmë 75 anë që të SPAK-ut i heqim kompetencën. Pra që ne heqim kompetencën SPAK-ut dhe e shkrim SPAK-un, atë është zënim kompetencë. Mendoj që masa sigurimit popull shqiptar po kanë bujë, po deri shumë njerëz kanë polim fëmijë rrugë. Pra mund digjet me masa të tjera sigurimit, shohni ne diçka. Madje unë them që është shumë vonë kryetari i gjykatës kushtetuese. Duhet procedohet më parë. Madje edhe vetë zoti Bardhi duhet marrë iniciativën që shqiptarët që po kanë me burgjeve të rinë në gjendje të tjera. Është një popullsi aktive, e cila është moshtre sot po kanë me burgjeve. Duhet aplikohen dënimet alternative. Duhet të liberalizohet meni 59 i kodit penal, i cili parashikon pezullimet e dënimeve me kurth. Duhet shtohen dhe numrit i dënimeve alternative. Duhet shihet mundësia e dënimeve me burg dhe për disa dispozita të tjera kodit penal që të krejnë dënim me jo, siç është detyrimi i gjendjes tjera. Pra duhet liberalizuar politika penale. Dhe kodi penal duhet parë si masa e fundit shtrënguese për të proceduar pra burgu. Pra, ne duhet gjejmë shteti politika penale e tij duhet të jetë vetë depenalizimit, jo futje njerëz në burg. Dhe e vlerësoj nismën e kryetarit të gjykatës lartë. Nuk kam djeli domethënë, por nëse është ashtu që ka marrë një nismë shumë mirë, madje janë vonuar. Të nisëm duhet ishte marrë nga parlamentarët, të cilët kanë parë dhe kushtet e gjykatave, ndërkohë që po të bëni edhe ju një verifikim, mund të dërgoni një shkresë si gazetar drejtorisë përgjithshme të burgjeve, e cila administron në paraburgosur dhe burgosur në rezulton një numër shumë. Pra numri i paraburgosurve është më i lartë se numri të burgosurve. Dhe duhet kemi parasysh diçka, duhet të heqim dorë nga mentaliteti stalinist. Që masa sigurimit është masë dënimit. Mund të thosh gjë të shkon burg me s'ka si problem. Siç në rasti i Charles McGonigal në Amerikë. Ishte në gjendje të tjera, kishte përbërë masë dënimit, i burgoi vendimin formë pre, s'ka si gjë të thonë. A masa sigurimit duhet të ndryshohet, madje edhe politika penale për masat e dënimit, sidomos me burgim dhe dënimet alternative duhet të ndryshojnë. Dhe e vlerësoj dhe e falenderoj zotin Sadushi për të vepruar të madh. Le të ndalemi pak edhe në raportin e punës së SPAK për vitin 2025.
Prokuroria e posaçme raporton arritjet dhe problematikat në hetimet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Çfarë mendoni për punën e bërë nga Prokuroria e posaçme gjatë 2025-s? Mendoj që kjo në raport me vitet në parë dhe në raport me kohë, pra sepse pritet rënit, ka një koherencë, pra nuk është se ka luhatje, ka vitin. Janë ndjekur çështjet penale, janë proceduar rezultate të larta. Për sa i përket statistikës, statistika janë një numër i zyrtarësh lartë të proceduar penalisht. Aq më tepër të çuar në gjyq. Kjo është diçka pozitive që nuk ka ndodhur më parë. Por duhet pasur në konsiderate standarde. Pra duhet rritur zoti Bravo kur zgjedh vetuesi SPAK-ut do rrisim dhe standardet e prokurorisë. Pra dhe standardet e prokurorisë duhet rritur. Pra, është që do e presim vitin 2027, është vit i ri se zoti Bravo zgjedh si shihni një vit edhe jeton. Pra, ka rezultate pozitive, puna është pozitive. Te konfiskimet, për mendimin tim personal, te konfiskimet duhet rritur sasia e skandaleve dhe mjeteve të krimit, të cilët se ky është qëllimi, pra në një farë mënyrën që paratë vjedhura, paratë përvetësuara, kalojnë buxhetin e shtetit. Në tabelë aty, 2 milion dollar ishin kaluar në favor të shtetit. Pra, kjo është shumë për vitin 2025. Pra, konfiskimet, jo sekuestrimet. Se sekuestrimet dhe nuk kthehen, po konfiskimi është mënyrë e fitimit pronësisë ku shteti merr pronësimin. Kjo që presim, presim zhvillime pozitive. Por, çështjet e mëdha, dosjet e mëdha, çështjet e vjetra duhet zgjidhet 21 janarit. Është një çështje e vjetër, duhet dhënë trajtim se çështja. Ka ndodhur 2011, po shko mushi 15 vjeç, po shko 16 vjeç. Duhet parë çështja e Durrës Kukës, mënyra se si trajtohet. Është një çështje ku buxheti i shtetit është përdoruar me 500 milion euro nga buxheti i shtetit. Dhe çështje të tjera të rëndësishme që janë dosje vjetra. Pra duhet të verifikohet se u nis çështje e diut dhe nuk u rifilluar çështja Durrës Kukës. E njëjta procedurë është para shumë për ndryshim të ligjit procedurial. Mos marrë standarde të dyfishme. Megjithatë të shohim ministrin e Kashë se si do procedurë. Unë shoh një raport pozitiv. Zoti Karanja, sa i takon problematikave, SPAK i konsideroi si rrezik serioz për drejtsinë nismat ligjore kufizuese të propozuara nga Partia Socialiste për moslejimin e pezullimit të krerëve të shtetit. Sot reagoi edhe kryeprokurori Brau, i cili dha kështu edhe një mesazh të prerë se askush nuk është mbi ligjin. Keni ju një koment për këtë situatë shkurtimisht? Unë shumë mirë zoti Brau e përmendi, domethënë s'duhet ndryshu rregullat mes lojës, por mendoj që problemi sot nuk është në 242. Sepse mund të procedohet me masa tjera sigurimi. Pra nuk është vetëm pezullimi nga 242. Unë problem, mendimin tim personal, shmoj shfuqizimin e 28 paragrafi 7. Është shumë i rëndësishëm mënyra e caktimit të dënimit për personat e penduar të drejtësisë. Për këtë besoj duhet shqetësohet, është problem shqetësim. Edhe në 242 është sepse rritet numri i personave që nuk mund të pezullohet në 242, është një diçka tjetër. Është shqetësim, por mendoj për mendimin tim personal, në 28/7 është shfuqizimi në 28/7 është arsye problematikë se dënimi do të caktohet dënim për personat e penditur, pra për të penduar. Ky është një problem që duhet zgjidhur. Madje kur bëhen ligjet, duhet marrë mendim dhe nga sidomos ligjet për prokurori, për mbarvajtje, kodin penal. Sidomos duhet marrë dhe mendim i SPAK-ut dhe i prokurorit përgjithshëm. I zyrës prokurorit të përgjithshëm dhe i prokurorit së sepse prokurori i përgjithshëm koordinon punën me prokurorit e rrethët për mënyrën e ndryshimeve. Ndryshimet e rregullat që është kodi procedurës dhe ndryshimet e ligjit material duhet të jenë shumë të kontrolluara dhe të kujdesshme. Zoti Karanja, shumë faleminderit për kohën dhe përgjigjet tuaja. Faleminderit dhe ju për ftesën dhe ju përshëndes. Ditë mbar.